Torturat njerëzore të regjimit komunist i morën jetën në moshën 22 vjeçare. E futën në thez bashkë me një mace dhe e goditën brutalisht. Maria Tuci ndorroi jetë në spitalin e Shkodrës, viktimë një dhune mizore, vetëm sepse pati guxim të qëndroi kundër sistemit. Në 75 vjetorin e martirizmit të saj, Kisha Katolike në Shkodër përkujtoi të vetë me ngrua mes 38 martirëve të saj. Ceremonia nisi në qelin numër 13 të Ishburgut famkeq në qendër të qytetit, vendi ku ajo arrestua dhe u torturua, që sot shërben si simbol kujtese dhe dëshmie për krimet e komunizmit. Procesioni me lule dhe këngë shpirtërore vijon drejt kishës së motrave stigmatine, ku kremtua mesha e shenjtë nga arqipeshkvi Shkodrës Imzot Giovanni Peragjine. Dërsa përkujtojmë sot jetën e motrave stigmatine dhe të lumjes Maria Tucit, le të lutemi që Zoti të na dhurojë hirin për të ndjekur shembullin e tyre. Të jetojmë me besime të thellë, të shërbejmë me gëzim, të jemi dëshmitar të Ungjillit në jetën tonë të përditshme. Qoftë dëshmia e tyre frymëzimin për ne, që të mos trembemi për mbalvështërsive dhe në çdo fytyrë të dim ta shohim Krishtin që na thërret të duam. Historia Marie Tucit mbetet një nga dëshmitë më të dhimbshme dhe më të larta të qëndresës ndaj dhunës ideologjike, në kohën kur regjimi komunist nisi valën e terrorit ndaj klerit katolik dhe atyre që nuk pranonin të mohonin besimin. Një vajzë e re nga Shkodra u bë simbol i pathyeshmërisë, dinjitetit dhe sakrificën për idealin e lirisë shpirtërore.